Ja dhe shorti shumë pritur ra. Shqipëria do luaj me Polonin, Kosova do luaj me Slovakin. I vetmi ndryshim, se pashëm kemi një herë nga i fat shqiptari që i vetmi ndryshim është që Shqipëria edhe në rast kualifikimi do t'i luajë të dyja ndeshjet jashtë, ndërsa Kosova nëse kalon Slovakin, ndeshjen tjetër e ka në Prishtinë, për fat të mirë. Tani këtu fillon vështirësohet situata sepse bëhet fjalë për një ndeshje teke. Këtu nuk ka më lojra. Shpresoj të jemi të përqendruar. Tash më thoni ju mu si do dalin këto dy ndeshje, si i mendoni? Unë them me shpirt dua që të fitoj edhe Shqipëria dhe Kosova, po edhe këta të dyja tjera nuk han bar. Gjithsesi, suksese, kemi kohë derisa të vijë ajo datë, të stërvitemi mirë, të fokusohemi për këto ndeshje se këto raste nuk vinë dy herë në jetë. Këto raste play-offi për botror. Suksese Shqipëri, suksese Kosovë.